Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova kërkon një qasje më të fortë dhe më të argumentuar të Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit evropian, të bazuar në interesa kombëtare dhe vlera europiane. Sipas saj, qytetarët duhet të inkurajohen se vlerat europiane janë edhe vlera maqedonase dhe mund të zbatohen edhe në vend. Ajo thot se kritikat ndaj zgjidhjeve duhet të jepen me kulturë dhe argumente në mënyrë që të nxisin reflektim dhe dialog. Тие ќе ви поверуваат. Ако вие укажете пристојно, културно, со аргументи, дека имате укажувања, дека имате забелешки на некои решенија, дека тие решенија не кореспондираат со филозофијата на Европската Унија, дека тие решенија не се прифатливи за најголемиот број на граѓаните, дека не можете туку така да ги наметнете, бидејќи зборувате за демократски политички европски систем, за демократски политички систем, македонски политички систем, тогаш мислам дека ќе размислат, ако не самите тие, тогаш нивните соговорници. Presidentja Davkova kërkon ndryshim të metodologjisë së negociatave të Bashkimit Evropian, duke theksuar se procesi i zgjerimit duhet të funksionojë mbi parimin hesht dhe dëgjo. Ajo kritikon qasjen e BE-s si të pabarabartë mes vendeve anëtare dhe kandidate dhe thot se edhe në vendet kandidate duhet të kenë të drejtë të shprehin qëndrimet e tyre në negociata. Sipas saj, edhe vetë BE-ja ka nevojë për reforma të thella në mënyrën se si zhvillon procesin e zgjerimit. И затоа се во право оние автори кои велат дека ЕУ треба да подразмисли околу методологијата на преговорите. Не може, значи, тоа да биде молчи и слушај, како постар брат и помлад или богат и сиромашен. Не. И кандидатите за кандидати имаат што да кажат. Какви се тие преговори кога вие мене ми велите еве рамката, спроведете ја, сменете го уставот, оти, ние сме внатре, ние сме ексклузивно друштво, а вие çekate. Kujtojmë se për hapjen e kapitujve të negociatave në konferencën e dytë ndërqeveritare, kërkohet që parlamenti të miratojë ndryshimet kushtetuese. Qeveria aktuale në Shkup, që nga qershori i vitit 2024, nuk është e gatshme të hyjë në këtë proces pa garanca se nuk do të ketë kushtetëreja bilaterale nga Bullgaria. Ndërkohë, në vitin 2017, të dyja vendet kishin nënshkruar marrëveshjen për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim.